Përshëndetje, juve, zonja dhe zotri, kudo që jeni. Mbrëmjet e këtilla, momentet e këtilla na bëjnë të ndjehemi më mirë, më të vlerësuar, më të respektuar. Eventet të tilla na bëjnë të ndjehemi sikur për një moment e gjithë vëmendja është kthyer nga ne. Zonja dhe zotri, mirë se erdhët në eventin e madh shqiptar organizuar nga Ziko Kompani dhe Ziko TV, Zhurma Show Awards 2019. Janë plot nominime dhe do të ketë shumë fitues sonte. Erdhen vitin e kaluar, kanë ardhur edhe këtë vit, sigurisht do të vinë edhe në vitet e tjera në vazhdim. Ata të cilët janë kreator dhe autor të plot gjërave të bukura artistike. Dhe janë 20 vjet punë e suksesshme e Ziko Kompani. 7 vjet suksese të pandalshme të këtij eventit të madh shqiptar, të kësaj ngjarje të madhe shqiptare, Zhurma Awards. Ecim tutje, do të kalojmë në momente kur çmimet e para që do të ndahen në këtë mbrëmje, ndarjesh të çmimeve do të hapin siparin e tyre. Kanë nga ata që e kanë për herë të parë dhe kanë nga ata që lirshëm vazhdojnë me rrugtimin dhe vizionin e tyre shumë të qartë. Bëhet fjalë për Best New Artist dhe Best Rock. Do të jenë këto dy çmimet e para që në Zhurma Show do të ndahen sonte. Është drejtuesi e emisioneve të shumta dhe dramaturgu në ardhje Driton Siçeca. Dhe do të ftoja princeshën njërën nga princeshat e Odeonit, Arnesa Ferizi, si dhe Kastriot Grajqevci, vokalisti i grupit Këpucët e Zeza për të ndarë këto çmime. Zhurma Show mendoj që është një... Zhurma Show mendoj që është një... unë mendoj Zhurma Show është një... Që toni? Zhurma Show, e tregoj edhe Naimi, Zhurma Show është një strofull, tash në ma serios pak. Është një strofull ku na bashkon gjithë artistëve për të vlerësuar punën tonë një vjeçare dhe natyrisht unë kërkoj duartërkitin tuaj me që ne po e hapim edhe këtë edicion Zhurma Show në ndarjen e çmimeve të para. Bravo Ziko TV-s, kompanisë Ziko për punën e palodhshme, energjinë e madhe dhe përkrahjen e madhe që i bën artistëve në të gjitha trevat shqiptare, mbase më së shumti të atyre të rinjve, pra për të cilin çmim ne do të ndajmë sonte Best New Artist. Pra, Zhurma Show është, e kuptove? Po na fore e bënëm, se unë... Mirë, do të ndajmë çmimin për Best New Artist në Zhurma Show Awards 2011. Ndjekim nominimet. I shohim nominimet. Best New Artist. Okej, atëre po bona, serios, nuk pëlqej më fore. Best New Artist shkon për Irva Stefa dhe Tregon. Mirë mbrëma gjithëve, faleminderit shumë. Doja të bëja një falënderim të veçantë për familjen time e cila më ka mbështetur shumë, edhe faleminderit shumë nga zemra që gjithëve. Mirë, ne në e kemi dhe një çmim. U mytën me fora, on fire, një duartërkitje për aktorin Kastriotin dhe për bukuroshën që sonte më të nas bukurohet gjithëve këtu. Mirë, në vazhdim ne do të ndajmë edhe çmimet për Best Rock. E kemi një rocker këtu, kemi shumë rockera në skenë, jemi të nderuar që kemi edhe grupin legjendar, mbar kombëtar, Elitën 5 këtu, nuk po bëj reklam. Natyrisht, po faleminderit për pjesëmarrjen dhe është kënaqësi t'ju kemi këtu. Kaq energji, kaq tri që po dukeni që po na kaloni edhe neve. Me gjithë këtë, pas gjithë këtyre fjalëve, ndjekim çka? nominimet. Best Rock. Ndoqëm edhe të nominuarat në këtë segment të garës Zhurma Show. A ka në publik persona nga Prizreni apo jo? Po një duar trokitjet lutëm, është një prej qyteteve bazë. Mirë, ju tjerë që nuk jeni atëre mund që shkojmë me në tren për Përzeren. Besart Halimi dhe Hali Band janë fituesit në 5 Skam janë kendo pa e përmend, dashuri so i kam lanë vend, dashuri so i kam lanë vend, o në tren.
Faleminderit shumë gjithëve që jeni këtu sonte bashkë edhe me mu. Falenderoj padyshim familjen time, gjithashtu grupin Hali Band, edhe grupin Gjurma që na ka leju me bo kongën Trem për prezident, që jam shumë i lumtur që e kom përpunu unë bashkë me grupin Hali Band. Falenderit shumë. Le t'i përcjellim edhe me shumë dorë trokitje. Se i bie kjo punë, sikur me zi presim t'u ashohim shpinën. Edhe më shumë? Faleminderit shumë. E po zonja dhe zotri, si që po sheni, sonte është një mbrëmje shumë e bukur që i bën artistët të ndjehen mirë dhe me të vlerësuar. Viteve të fundit keni dëgjuar edhe dëgjojmë shumë slogane, shprehje, por më shpeshta është ajo, jam single. Kam bërë një këngë single. Kam bërë një klip single. Te gjendja jam single është shumë interesant se kur është fjala për vashat është më mirë. Ndjehen më të gjujtura, më të atakuara. Kur është për meshkujt është pak më ndryshe. Kurse sa më përket mua e shihni, ma ka shkru Zoti. Naimi për herë ka fjalë dhe vepra, e shqyqur që kësaj radhe ka vetëm fjalë. Por ne ecim tutje me dy kategori tjera, Best Pop dhe Best Dance. Eftoj një zotri në skenë, Gjavit Muçaj, producent dhe Anita Ahmetaj, njeran nga ato fjalë të mia që i dëgjoni shpesh tani në emisionin tim Odeon, njeran nga princeshat e Odeonit, Anita Ahmetaj. I ftojmë në skenë për të ndarë këtë çmim. Mirë mbrëma, përshëndetje. Mirë mbrëma gjithëve. Kam nderin që falenderoj Zikon për këtë tubim që e ka bë. Kam nderë të gjithë ata që kanë kontribu. Besoj që puna ti e palodhshme, ka tregu gjithmonë se është në përkraje të artistëve, këngëtarëve. Prandaj një duar të kritje të madhe për Ziko Kompani. Po shumë falenderoj dhe gjithë organizatorët dhe përshëndes për këtë organizim, ndërkaq tani vazhdojmë dhe ndajmë çmimet përkatëse. Best Pop. Më ka rastis që të ndaj çmime disa herë. Dhe po më rastis disa herë të ndaj çmime shumë interesante. Interesante është se për tretën herë që ndaj çmim, që më ka rastis më nda, po më vjen për Best Pop Energy Band. Mirë mbrëma gjithëve, radhë parë falenderës për çmimin. Falenderojmë familjet tona për përkrajen. Kam në disa njerë që duhet mi falenderu shumë që na kanë ndihmu me zhvillu karrierën deri këtu, Mitat Sadikun, tek shusin tanë, Asha Grafik është produksioni që ka bu videoklipin, në veçanti në Gipin, stilistin tonë që e kena këtu sonte, falenderës shumë. Atëherë është edhe çmimi i radhës, të cilin do ta ndajmë. Falenderojmë edhe një herë grupin Energy Band dhe i përgëzojmë për punën e tyre të palodhshme. Best Dance. Atëherë çmimi Best Dance shkon për Genta and DJ Dallo me këngën Guximi. Se ju kam një 2-3 fjallë. Mi mbrëma gjithve. Mi mbrëma gjithve. Aplauzde. Faleminderit shumë, po më vjen mirë që ka personalitetet të ndryshme son të këto dhe shumë të mdhenjë. Yeah.
Dua të uroj 20 vjetorin Zhurma Show, festohet sonte. Kam kënaqësinë që jam këtu. Mendoj që dua t'i them disa fjalë për njerëzit e mdhenj që janë sonte këtu edhe janë pra neve. Mendoj që thjeshtësia është virtyt i njerëzve. Me thjeshtësi, do me thënë gjithë njerëzit e mdhenj karakterizohen me thjeshtësi. Edhe nëse vlen konstatimi i se ku ka tym ka edhe zjarë, atër zhurma e zhurmës do ta merë edhe dheun. Njerëzit me zhurmë karakterizohen gjithmonë me thjeshtësi. Për lidhi me zhurma. Zhurma, pra, është një festival të cilin unë e respektoj shumë, e çmoj shumë, gjithmonë do t'jem pranë këtij festivalit edhe do t'a përkrahi gjithmonë, sepse gjithmonë mundohen që të shpërblejnë çdo artist me nga një çmim për punën e tyre që e kam punuar gjatë vitit. Faleminderit shumë, ju uroj gjithëve sukses edhe kënaqni sonte shumë. Faleminderit edhe një herë. Më falin ndoshta që ja mora pak kohën, po dua t'i falenderoj edhe gjithë bashkëpunëtorëve të mi të cilët kanë punuar rreth projektit të këngës Unë me ty. Ata janë Intermedia, edhe i falenderoj shumë DJ Dalu. Një duart rëkitje. Dalu, më falë. Ja, ku është mikrofoni tash për ty. Faleminderit gjithve, mirëmbrëma gjithve. Ndihem shumë krenar që jam pranë gjithë këtyre artistave maj. Unë jam një prej artistëve të ri, po në këtë dynjan e juve, ndërsa për ndryshe për DJ, ata që e din. Unë isha falenderu mas pari Gentës që ka pas guxim me eksperimentu që shto diçka, edhe po ndihem shumë krenar që ka dalë këngë pëlqyeshme për gjithëve atyre. Kënga une me të drejtë të them nuk ka qenë e suksesshme vetëm në shqiptari, por edhe jashtë diku, ato janë vërtetu. Ndërsa kisha deshë të mi falenderu gjithë ata që më kam përkra të njëtën, edhe inspirimin ku une e marrë gjithë, aty është çdo vikend, Rinora 4, i falenderoj shumë Gentën edhe njëherë që ka pas guxim për me bo guximin real. Thank you. Faleminderit edhe njëherë, përshëndes gjithë fansat e me dhe gjithë ata që po na shikojnë. Ju dua. Peace. Vijnë të çmime tjera të cilët presin fituesit potencial. Dhe pa humbur kohë, do të vinë për të ndarë për Best R&B dhe Best Hip Hop, dy artistë në skenë, zonë dhe zotri Zyra Fete Gashi dhe Zenel Tufa. Mirë mrama dhe mirë se keni ardhur. A thash mirë? Po. Nuk pi u shoh mirë, veç po më duken i krejt bukur sante. Po racën e kemi na shqiptarët me kont bukur, apo jo? Po i lutem. A po duken bukur, po? Kush po duket ma i bukur? Ma i bukura. Po ngushtëm kimë zonë he kuku për mu. Hajde dhe. Krejt kukan, krejt vjeq. Me Ulpiana lomën s'ka kun për në botë. Ulpiana po të pëlqena? Ja, vëlla mu ardi burri Ulpianës. O zogi, te dua shumë, o rushi. E lumja ti që i gudzon mi thonë dua shumë, unë s'gudzoj. Sa mirë që Shqipëria dhe Kosova po thuju bashkuan. E kuptuam edhe me këngën e Rovenës, edhe me martesat që bën në mes
kosovarve edhe shqiptarve. Edhe shqiptarve. Po çka me bo me Mitrovicën se, Zenel? O, ajo punë është e kryme, po këta të forit nuk janë si shqiptar me punu dileve, ata dileve s'punojnë. Kështu që nuk hekin as barikoda, ma nej shije, mjegulle, terre, qyre sheh nesër, shkallëzaj unë e ty për nesër. Qka nesër, Allahile, për një kamion zalë o bonami. E kemi qelë tunelin, nësën pe e këm një kamion zalë. Levre, Allahile. Unë e përsha këtu edhe musafir tjerë nga shtetet tjera, përsha një me Syza, një Gjerman, Guten Abend. Ich bin sehr glücklich, dass du bist hier, ja? Ich liebe dich, mein Schatz. Edhe ky kokasja ta shocat tunë. Po, unë e kom një që është i joni, veç nejse. Po, du bist Du bist meine Liebe. Dankeschön. Pra, mos folum shumë se po fillojmë me nominime. Hajde, apo na lëshoni që tu edhe nisja fol. Best R&B. Pra, çmimi shkon për Teuta Krasniqin. Edhe shëndere për Lajollin. Vlero dhe Ardit Stafaj. Mirë më gjithë, normalisht po një shumë bukur. Çmimi shkoj te Utës apo? Të dua shpirt, po një shumë bukur. Po nuk vizgati shumë, asit falemderit shumë, Çekiçit, Krisit, Zapit, Albanit për klipin Asha, you dua, you know man. Edhe Bubulinis për tekst, Synaj Saraqit, shumë njerëz nga punu këtë këngë, falemderit shumë. Ju falemderit. E kemi edhe një shpërblim. Nesja. Best Hip Hop. Sa mirë. Fitus. Janë, dy po thot këtu po ty se di. E këta janë. Pa jo prish njerëva ty be në Elio. Pa jo e keni. Qishtu tonë po bojnë? Po shpoj mu do. Digi, bland, and, real, ni, sehe, sherzo, sehe, dan. Ne falenderojmë shumë të madh për çmimin, kisha dashur me përshëndes Zikon shumë për krajin, falenderit juve këtëve, e përshëndes edhe Blondin atje, falenderit shumë. Natën e mirë, sa për ne dy, e shihem japen. Genta më herët tha, unë me ty, po du me konë gjdo natë, unë me ty. Kam rapa diqka, pra ndaj më lanë me dalë vetë. Do të vinë vazhdim dy qmime të tjera, Best Pop Folk dhe Popullore. Zonja e Zotri, këto qmime i ka targetuar me kohë, dëgjuar e shijuar juria, por jo vetëm ajo, edhe ju. Ftojnë e vazhdim, ikonën e muzikës popullore, Zotri Ramadan Krasniqin.
dhe përfaqësuesin e sponsorit ton general Play for Cash që të dorëzojnë të çmime në skenën tonë. Faleminderit shumë. Inshallah dhe ju plakën i sikur unë. Jam plaka, po? Faleminderit. Motivi për këngëtar me bo këngë të reja, me bo videoklipe të reja, so është kusht tjetër veç Zhurma Show. Sa bukur po dukeni të veshur krejt me smokinga, me kostyme, unë me xhamper. Po dukena mira keq. Faleminderit. Mirëmbrëma gjithëve. Pikëspori dua të bëj përgëzime për këtë ngjarje të jashtëzakonshme. Është nder që jemi në mesin e juve. Në emër të kompanisë Play for Cash dhe Play for Win, ju përgëzoj dhe ju premtoj se pronarët Arbeni dhe Astridi dhe kompanitë tona gjithmonë do të jenë pranë jush. Best Pop Folk. Best Pop Folk, Rovena Stefa. Faleminderit shumë, kur merr çmime, të duket sikur çdo gjë ka mbaruar. Veç sa fillon akoma. Unë më duket si një përgjegjësi shumë e madhe, shumë rrallë dalë dhe marr çmime. Por më duket një përgjegjësi shumë e madhe për të vazhduar dhe për të bërë gjëra shumë më të mira. Ndonjëherë arrim, ndonjëherë jo. Kjo varet nga shumë faktor, po dhe ne mundohemi të gjithë me mundësitë tona në këtë treg të vogël të sjellim gjëra të mira për popullin edhe për ne të gjithë. Faleminderit shumë. Si duket e kemi edhe një çmim ndo, apo? Popullore. Një dua trokitje shumë e madhe. Faleminderit. Sinan Vllazaliu. Bravo. Kultura pëllumbiva, një shtetare në rrugë e dakor. Edhe pse muam kala. Sinan Berisha, Vllazaliu. Faleminderit Zikos, edhe krejtë që kam punu me spote, me tekste, me konge, me krejtë, edhe i shkon mirë me orë që të në teatr, jo veç kër ndojnë çmime, po në përgjithësi shoqe teatrale që apo di. Mos shi, çfarë ka bërë Adheu për ty, po çfarë ke bërë ti për Adheun? Kështu e tha dikur John Kennedy. E në këto ditë të lirisë, dikush u mundua të vazhdoj të luaj dhe të bëj antilirin. Po për të mbrojtur këtë liri, dëshmorit më të ri të Kosovës, Enver Zymberit, i bëhen respektet dhe nderet e herojt të kombit. I janë bërë edhe këngë. Speciale e këtij eventi të madh, shqiptar, do të jetë edhe çmimi special True Story, të cilin do ta dorëzoj zonja dhe zotri, Ministri i Punëve të Brendshme në Republikën e Kosovës, zotri Bajram Rexhepi. Dhe Genta Ismaili. Zoti Ministër, juve ju pritëm në skenë se mirë është me i pas punë të mirë me policinë. Faleminderit të urdhroni. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve. Në falenderim të posaçëm Ziko Kompanis, që i ka shku mendja ideja me nderu herojin më të ri të Kosovës, familjen e tij, policinë e tij, ndërsa unë e një vetën shumë të privilegjuar që sot do të ndaj këtë çmim. Faleminderit. Zoti Ministër, ne do të sjellim çmimin në vazhdim. Urdhrat lutem kush e ka radhën me sjell çmimin, ndërsa do të ftojmë fituesin e këtij çmimi special, e agenta, t'japim edhe ty dur trokitje. Në njerë protokollet kështu e kanë. Për dallim prej ministrit unë dua të të puth.
Zonja Zotri, fituesi i këtij çmimi special nga kompania Zico, nga Zhurma Show Awards, është Gold IG. Urime? Ju përshëndet gjithëve, ju falenderoj shumë Zikon për çmimin. Për falenderimi mas pari takon Zotit që më ka dhënë talentin. Falenderoj mamin tem që më përkrah çdo aspekt. I falenderoj gjithë ata që kanë punuar për këngën, Bekën për mbështetjen e këngës edhe gjithë juve. Faleminderit shumë. Mirë, Naim, a mendon edhe ti që sonte kjo natë do të ketë më tepër dinamik? Ke plotësisht të drejtë Mihrie, do të vinë vazhdim dhe 2 çmime të tjera, Best Duo ose Best Group dhe instrumental. Ftoj Zonja dhe Zotri, ata që besoj se do ta ngrisin adrenalinën, ritmin në sallë, Sinan Hoxha, Seldi Çalliu. Mendova për ne që jemi minoritet sonte këtu do kishte më shumë darë trokitje, po si duket... Okej. Zonjë Zotri Mbroma, faleminderit shumë, ndjemi vërtet privilegjuar që ndodhemi pikërisht në këtë sallë, një ndër sallat më të shenjta që ka arti shqiptar në sallën e teatrit kombëtar. Faleminderit shumë Zikos për ftesën, faleminderit shumë. Okej. Jo, realisht ndjem shumë i emocionuar. Ju falenderoj gjithë. Mos i hakon, kise për bëj diçka, me kesh nuk keshin me ty këto, se nuk të kuptojnë. Po mi më tash unë s'po qeshu. Okej, vazhdo mos hakon. Dua t'ju falenderoj për çmimin që më dhuruat. E disi, për një këngëtar dhe për një artist nuk ka çmim më të madh se duar tërkitja. Okej, pra ndjekëm të nominuarit për çmimin Best Instrumental. Best Instrumental. Okej. Best Instrumental Babo Darabuka dhe DJ Beniti fit Astrid Stafa Samarjan. Faleminderit mas pari për çmimin. Dëshiroj t'ju përshëndes gjithëve. Veçanërisht dëshiroj t'ju falenderoj gjithë publikun, i cili çdo herë na kanë përkrahur mbrëmjet tona. Po ashtu dëshiroj ta falenderoj Astridin, i cili ka bërë bashkëpunim me neve dhe gjithë juve. Faleminderit shumë. Ndoshta harroj dikon me përshëndet, Asha Graphics. Po di faleminderit shumë. Respekt. Mos të harrojmë edhe njëri, pra Çekiçin. Ciao Çekiç. E Albani tjerë ti përmendi. Ciao Asha, faleminderit për punën e mirë që keni bërë. Më mbrëma gjithëve. Mas pari pe kallëzoj që kom shumë emisione, se nuk e di gjuhën shqipe mirë, pa e di sa kom mujtë më mësu deri sot. Edhe jam shumë krenar që gjindem në Kosovë edhe ka qash njerëz të mirë. Faleminderit shumë. E vesh pak, vesh një sekund, ju lutem, vesh pak. E po të dhe vetë se qyshu futa, e kam një çmim qëtu, çmimi special, besoj se keni mu pajtu kujti takon. Edhe kjo është fut gjithka, veç që aty ku ka hi e ka në rejës kongën. Astrid Stafa, një duhet të vite shumë madhe. Faleminderit Heki për këto fjalë miradije. Me të vërtet po ndihemi i nderuar edhe i respektuar që pranova këtë çmim. Në veçantë e kisha falenderuar Zico kompanin pra Zhurma Awards. Më shumë, bëni pak zhurmë. Hajde Zhurma Awards.
Dhe e kisha falemderu për një arsye që po mendon edhe për ne muzicentët, pra instrumentistet në veçanti. Faleminderit shumë. Okej, vazhdojmë të njëkim nominimet për Best Duo ose e thënë shqip Best Dueti më i mirë. Best Duo Group. Okej. Best Duo. Adelina, Emini, Fit, Gens, Tipsi. Se kur jemi në për koncerte, kolegë të dashur në Cessna Dorë Trokasi një mërzitën i shumë. E son të ju vetë. Mirëmbrëma të gjithëve, më lejoni t'i përshëndes Zikon për këtë mbrëmje të mrekullueshme. Klipi, kënga, gjitha nuk do të ishin të mundur, dhe më thënë pa bashkëpunëtorët tjerë. Faleminderit Gensit për këngën e mrekullueshme, edhe prezencën e tij. Faleminderit produksionit Pulla, faleminderit Engeleda Shatrit për stylingun në videoklip, Kasit për flokët dhe Vjosën për grimin. Faleminderit për vlerësimin. Uroj që ky çmim mos të jetë fundi, por vetëm fillimi për të vazhduar tutje. Faleminderit. Okej, unë nuk jam Gensi, po namën tina dashta më përshëndet, ai nuk është në Kosovë. Faleminderit shumë dhe Adelinës ju urojmë suksese më tutje në karrierë. Zhurma Show ka vazhduar traditën, e ne ecim me radhë. Dhe lirisht mund të themi, tradita vazhdon, Best Styling dhe Best Couple. Janë dy çmimet që i ka trajtuar sigurisht juria, mediat, por dhe ju spektatorë dhe telespektatorë të nderuar që i keni shiquar e vlerësuar. Janë një qift i jashtëzakonshëm, një qift i admirueshëm, një qift shumë i suksesshëm, të cilët do t'i ftoja në skenë. Janë ata Ulpiana Lama dhe Ardian Lama. Pasi moda kalon, e vetmja që mbetet është stili, thoshte Coco Chanel. Coco Chanel është ai që kishte fustane nga 10.000 euro? Ajo, pak më shumë, pak më pak, po nuk është çështje çmimi, është çështje personaliteti dhe shijeje. Edhe portofoli. Burrat. Gjithmonë mbaj shënim se sa ka shkuar çmimi dhe fatura në fund të muajit. Ju jeni shumë njerëz të bukur të mbledhur në një vend këtu. Duket ka qartazi një përpjekje për afirmimin e stilit personal. Juve zoti ju luajt, ministër, policia po e bën mirë punën e vet aty jashtë? Shpresoj që po. Mirë, degustibus non disputandum. Shijet nuk diskutohen. Mirë po juria na ka propozuar një listë të nominuarish të cilët do t'i shohim tani. Best Styling. Si person që merret me median dhe komunikimin publik, është një nga detyrat e mia që t'i jap këshilla klientëve, personave, edhe lidhur me veshjen. Më saktë me si nuk duhet vishen, duke përjashtuar çfarë nuk duhet veshin. Por jo juve, sepse juve me përkufizim duhet i shtyni kufit dhe të vini me stile të reja, të vini me linja të më avangard. Fituesja sot është Ryva Kajtazi me të Kampran. Veç me ty ndije mirë, baby, ndije mirë, baby. Vetëm kur të kam pran, baby, të kam pran, baby. Spari mirëmbrëma gjithëve. Dim shumë mirë që jam në mesin e juj. Faleminderit shumë për çmimin, ky çmim domethënë shumë. Spari kisha mi falenderu gjitha ata njerëz që kanë kontribu normalisht edhe më kanë përkrah vazhdimisht. Spari është familja ime cilën e du shumë normalisht edhe që më përkrah vazhdimisht. Mandej njerëz cilën e kanë punu këngën,
Ky çmimi dedikohet domethënë Flutra Dedinjes, e cila kujdeset edhe është kujdes në klip për stylingun edhe për sonte. Faleminderit shumë. Kemi edhe një çmim tjetër më duket për dënë sonte? Çifti më i mirë. Atë ta marrin vetë kam përshtypjen. Atëherë, na e keq që se morën vetë në mënyrë unanime që ka vendosur që çmimi më i mirë, do me thënë për më të mirët i shkon Afërditës dhe Shpatit. E po, ta kesh emrin Afërdita dhe të mos marrësh, ti je shikon e bukurisë dhe të mos marrësh çmim, nuk ka kuptim. Na e ke zbart faqen. Mirëmbrëma, ladies first, po flasën e para. Faleminderit shumë, ndjem shumë emocionuar që jam këtu, është hera e parë. Falenderoj shumë Zikon për një natë kaq të bukur. Falenderoj Vjolta dhe Pashticën për një fustan kaq të bukur. Edhe unë duhet t'i përshëndes dhe t'i falenderoj Play for Win, edhe gjithë juve këtu. Unë e falenderoj Afërditën. Thank you. Falenderit. Presim në sken një çift tjetër shumë të mirë, Naimin me Mikën. Ardian, kemi filluar si duket të bëhemi një mes, një medium i qifteve. Do t'ishte mirë që të jenë të gjithë të suksesshëm. Ecim tutje me ndarjen e çmimeve, gjithsesi me një pikë artistike që do të vi në vazhdim në kuadër të këtij eventi gjithkombëtar shqiptar. Zona e Zotëri, në synimet për të depërtuar në eventet ndërkombëtare, këtë vit Radio Televizioni i Kosovës për herë të parë theu akullin në Eurodancing. Do të vi në vazhdim në koreografinë e Rudina Bërdynajt, e shkollës Rudina, Tringa Hysa dhe një balerin tjetër për të sjellë një pikë artistike të bukur e pastaj do flasim bashkë. Tringa Hysa. Qëndrojmë së bashku, ishin Tringa Hysa dhe Rona Përjuci në pikën e tyre artistike. Gjithsesi kjo pikë është dëgjuar, është ekzekutuar dhe realizuar nga Tringa Hysa. Shkoj më tutje në Oslo, në Eurodancing. Koreografuar nga Rudina Bërdynaj. Melodi e realizuar nga Korab Shaqiri. Klip i realizuar nga kompania Play, në regjin e Blerdit dhe Denisit. Ftoj të gjitha protagonistë që janë këtu në skenë për të marrë mirënjohjet speciale nga kompania Ziko. Denis, regjisori sapo diplomuar. Tringa për ju, urime zemër.
për Rudina Bërdynajn dhe Denis Dobërqani. Urime. Faleminderit shumë. Gjithë do trokitjet janë për atë se ju keni përfaqësuar për herë të parë Republikën e Kosovës në një event ndërkombëtar në Eurodancing. Faleminderit shumë. Dhe vazhdojmë tutje. Atëherë, pa humbur kohë, vazhdojmë me çmimin e radhës. Shtëpia e madhe Ziko Kompani e ndan çmimin special. Në realitet, në për vite, Ziko Kompani ndan çmimet speciale dhe do të ftojë në skenë drejtoreshën artistike të Zhurma Show dhe të Ziko TV Edona Memini së bashku me Chris Rock për të ndarë këto çmime. Kresën ma e zoja. Përshëndetje gjitha. Në regull. Po du me ju thonë krejtve që jeni këto që po dokni shumë bukur sonte. Ju përgëzoj gjithve. Faleminderit që na keni nderuar dhe keni ardhur. Faleminderit familjes Qena. Faleminderit shumë. Faleminderit Blerim Destanit. Faleminderit Petrik Nuo. Faleminderit gjithë tjerëve. Faleminderit Ministrit Bajram Rexhepi. Faleminderit shumë që keni ardhur. Çmimet sonte nuk dalin me i dhonë Pali edhe Tina që shi dhanë deri tash, po kam na i sjell Graniti se nuk i kom dhonë drejt me fol, mos se ka fol shumë te pitkoq. Okej, Ziko TV ka me shku i pari, kështu që Krisi le ta ndonë, pja e fnatësim. Gresa Beluli, faqe Faleminderit shumë, ju përshëndes gjithëve. Ndihem shumë e vlerësuar me këtë çmim që marr nga një televizion i cili tani më ka krijuar imazhin e vet dhe këtë imazh po e forcon akoma më shumë me këtë eveniment i cili tani më është tradicional, Zhurma Award. Faleminderit shumë familjes sime dhe më shumë t'i faleminderit nënës time, Shkurte Fejza, e cila më ndihmon çdo çast jetës time. Faleminderit shumë. Kres, unë po të thëmë që po do kështë shumë mirë e ti mu nuk më dha kompliment. Së është ferë që kjo? Shumë mirë, gjithë ata si kam po këtu, shumë mirë, stilin bukur. Hera parë se jam këtu si po jo shof ashtu, hera parë në kërse jam Kosovë, po hera parë se jo po shof ashtu, veshën. Bukur. Në regull, so prej juve? Bravo. Bashmirje mësu me folë shqip. So për juve votojnë për mes internetit këto edhe klikojnë YouTube edhe i shojnë klikimet. A ka dikush ngrit në dorën? Okej, pas ka mjaft. E kemi edhe çmimin e internetit prej votave, do më thonë këtë çmim zgjidhet prej votave që ju marrë një mailën e Ziko TV-s për njënën prej këngëve të nominume. Kështu që këtë çmim, si pas internetit edhe si pas e-mailit ton, shkon për Ryva Kajtazin, Hajde Zemër. Hajde zemër rrive pak, mos më lërë pa thënë një fjallë, pse më bënd të ndihe. Ryv, po ta bëj një pytja. Qësh po do këtë më konë e votu me shumë në internet? Okej, shumë mirë. Definitivisht, po ndina shumë e vlerësume. Faleminderit shumë, njëkohësisht Ziko TV-s, Ziko Kompanis i uroj 20 vjetorin, inshallah dhe shumë vite tjera të suksesshme. Faleminderit gjithë fansave dhe njerëzve të cilë kanë kliku dhe kanë votu për këngën Hajde Zemër. Kisha mi falenderu ata cilë të kanë punu këngën, është Arbasi, cili ka kompunu këngën, është Big Basta për tekstin, Urban Grafik për klipin, edhe gjithë ata njerëz cilë kanë kontribu për këtë spot. Faleminderit shumë. E tani, veç me ftu Mirjen edhe Naimin se na knaqën sonte. Atëherë, zonja dhe zotri, kemi arritur në një moment tepër të veçantë. Njerëzit e mëdhej diskutojnë idet dhe realizojnë idet e mëdha. Dhe këto ide, këto vepra i shërbejnë njerëzimit. Për veprën jetësore, për albumin historik, këtë vit është përzgjedhur një njeri që ka bërë epokë për mbar shqiptarin,
për botën artistike shqiptare. Zonja dhe zotri, shumë respekt punës së madhe të të madhit Muharrem Qena. E në këto dorë trokitje do të ndjekim një dokumentar të vogël që ka përgatit kompania Ziko Kompani për artistin e madh Muharrem Qena. Po të lutem mos qoj, pa busqeshje më përcole, në hatë mrëmje të ndryshme, qytetin përqafonte. Në natën e manitshme. Çka po bëhet kështu? Kur gjë nuk po bëhet, bac. Sot ma morën djalin. O pet po kthehet shkava? Jo, bac, jo. Shkau nuk kthehet më kur këtu. Me legjendën e muzikës, të teatrit, e filmit shqiptar, ka luajtur një ikon tjetër e artit, e teatrit, e filmit shqiptar. Zonja dhe zotri, Adem Mikullovci. Për të folë dhe për të përkujtua Muharremin, të duheshin minimum 3 akademi kësisoj solemne ose të ngjashme. Një Muharremi aktor, një Muharremi regjisor dhe një Muharremi kompozitor. Pata fatin të luaj në shumë shfaqje të tij, por nuk e pata kur asnjëherë partner direkt s'në dha rasti, se kur erdha në teatr ishte regjisor. Gjatë gjirimit të dramës televizive që i pa disa inserte kur Theatri Mziu, e luta zonjën Iqballe gjithsesi të ma sjell Muharremin, edhe që ishte bukur i ri nga Shëndeti. Erdhi Muharremi, e pruni Iqbalja, dhe në uqumë shkumbini strefi, Bislim Huqa, joni tu nuk përpare, për qafum, ti ka kurti më pyti, tha, kush është ky zotëri që për nderoni me kaq respekt? Thash, ky është Muharrem Qena. Tha, a i Muharrem Qena? Thash, po, a i Muharrem Qena. Uqu dhe përshëndeti. Mas 2-3 qirimit, ajo vazhdimisht e shikon të Iqballën dhe Muharremin. Edhe më tha, ju kësaj gruaje do t'janë kritini përmendore. Thash, së gruaj grustime? Jo, tha, zëve Iqballe, thash, mu i mësë di gruaja jem. As pëm pa grua të kujtjeset kaq shumë për bashkëshortin e vetë. Kjo grua është për çdo lavdat. Okej, zëve Iqballe bashkë me zoqët e vetë në nëllërojnë në skenë. Ju faleminderit gjithë. Që nga fillimi
ishte një thanje, po dukeni shumë bukur. Si duket, nuk jemi sonte vetëm pejant, se thonë vetëm pejant lavdrohen, ha? Sonte krejt Kosova është pej, krejt peja është Kosovë. Vërtet, njeriu kur del këtu në skenë, përveç kur jemi në shfaqje, ne përjetojmë emocionet jashtëzakonshme. Po, përveç falenderimit, Ziko kompanisë dhe Zikos Enkas, për cilin një muhabet e kemi pasu me ndu se është krejt dikush tjetër, i falenderoj shumë nga zemra, po jam mase e bindur që sonte shpirti Muharremit është këtu prezent, pikrisht në këtë vend ku jemi taku në Muharremi për herën e parë. Andaj, ja kam kushtu disa vargje shpirtit tim. Muharrem, dhembjen, zhgënjimet, vetmin, hanës ja the. Ajo ta njohu shpirtin. Yjet nga qielli i zbriti dhe rrugën e jetës të ndriçoi. Dhe ne u takuam. Dhe Zoti me fëmijë të mrekullueshëm na bekoi. Na fale shumë dashuri. Të falem po ashtu dhe ne ty. Dhe s'të lam të tretësh kur ma në vetmi. Të duam, je gjithmonë me ne. Atëherë bajnë do tropitjet? Ka në mrapa fëmijët e mi, fëmijët e Muharremit, është edhe Antigona diku këtu prezente, po kryeveprat e mia të Muharremit janë pikërisht këtu. Sonte do ta prezantojnë emrin e Muharremit dhe një këngë që ka humbur me vite e që po e ringjallin, është kjo Ojhan. Bajnë do tropitjet, Engjujt do të këndojnë për Engjullin e artit shqiptar.
Faleminderit shumë. E pra jemi në momentet kulminante. Mos harroni, jemi tek Zhurma Show. Jemi në Zhurma Show. Best Song është çmimi i radhës në radhën e çmimeve të mëdha. Zone dhe zotri ftoi për të ndarë këtë çmim në skenë këtu në Zhurma Show Awards 2011. Zotriun e nderuar me zonjën e nderuar Mentor dhe Ramize Shala. Të ndëruar mi mbrëma, po fillojmë edicionin e 7 lajmeve të radio. Se të edhe lajmet. Më falë, gabova, dishta me thanë jemi në edicionin e 7 Zhurma Show Awards. Mi mbrëma, faleminderit që na keni ftu, po dukeni gjithë shumë mirë, se mendova që është ora pak vonë dhe nuk do t'ju shoh mirë, po fatmirësisht po ju shoh mirë. Atëherë po shkoj me nominime më njerë se vonë, edhe një after party na kam premtuar. Dalim. Best Song. Nuk jam të dita me thanë emnin se po më duket që ju kanë bërë shumë, po prapë po mendoj që janë shumë persona në ekipe dhe ka mundësi mi bartë. Thras Energy Band. Okej, faleminderit shumë, gjithsesi edhe ky çmim mbetet domethënë i vlerësuar shumë. Faleminderit skejtëve, shkas. Nëse keni më shtuar të jap diçka. Këta mirë po doken si. Faleminderit. Faleminderit gjithëve, kalofshi mirë deri në fund. Dhe kemi arritur tek çmimi i parafundit. Janë këto momente që duan më pak fjale, më shumë veprim, sepse janë momente adrenaline, emocionesh, të gjithë presin rezultatet përfundimtare. Kemi arritur kështu tek çmimi i madh, i parafundit Best Album. Zona e Zotri ftoi për të ndarë të çmim Afërdita Dreshaj dhe Shpat Kasapi. First. Presim çmimin. Best Album. Okej. Best Album e fiton bashkëdhetare e Afërditës. Vërtet? Gjiste Vulaj, apo është më rap. Hajde gjiste. Merak, a bëhesh ti, a bëhesh merak djalojiri, a bëhesh merak për muti, ti merak bëhem unë për ty, e pra tu je djalojiri. Mbrëmba, vëllezër e motra, përshëndetje nga shqiptarët e Malit Zi. 1-2. Mami për nga. Për një mend dukeni shumë bukur gjithë. Është nësi kur gjithës në skenë para kolegeve, në përgjithësi kolegeve, të cilët jeni shumë të mirë. Estrada shqiptare ka shumë këngëtarë të mirë, nuk janë të gjithë sonte këtu. Faleminderit Ziko TV për çmimin Best Album. 9 albume i 10 me radhë, një dekadë e mbylli me Best Album. Faleminderit. Faleminderit. Prit njena se kështu harrojmë nga emocionet, kuptohet. Për këtë album kanë punuar shumë njerëz të mëdhej. E do të falenderoj në rënd të parë bashkëshortin tim Sokol Vulaj. Zemra, shpirti, jetë. Po ashtu falenderoj Genti Lakon, Naim Krasniqin, edhe të madhin Xhef Detgashin. Faleminderit. Edhe për tekstet falenderoj veten.
Dhe zonja zotri, si që po e kuptoni, kemi arritur tek çmimi i madh. Kështu pra, nga tërë këto çmime të mëdha, është dizajnuar që të quhet çmimi i madh Best Video në të tëra komponentet. Zonja zotri, për të ndarë këtë çmim, do të thrasim 2 nga ikonat më prezantuese, për të cilët edhe ndjejmë krenari, besoj të gjithë shqiptarët në këtë skenë, dhe ata janë aktori me nam botror, artisti me nam botror tjetër, Blerim Destani dhe Patrik Nuo. Me mbrëmje të gjithëve. Good evening. Jam i lumtur që jam sonte këtu, pjesë e këtij emisionit, pjesë i kësaj ekipës, së bashku me mua dhe Patrik Nuo për herë të parë. Blerim, don't you think we have some of the most beautiful women tonight here? Patrick. Ti je në Kosovë, këtu do të më fol shqip. Nëse s'dini shqip, futja ka të ndarë që vlla. Po thua? Patrick, kam një pyetje, a ndëgjon muzikë shqip ndonjëherë? Për përvoj ka të noshe, Blerim. Halo më kujtot ku jam konë pak ma i ri para çdo vite, shkojsha te pazari, blejsha muzikit. Elitës 5, a konë kohës se jam konë halo Al Capone. Çka do me thonë është që tu vitet e mrama, tu me thonë respektin e biznisin e muzikantat, entertainment, shqiptarëve se kanë mri shumë suksese që tu vitet e mramet me muzik videot, me këngë, me kvalitetin e muzikës internacionale. Jam falimendruar, ju falenderoj shumë se jam i thirrur mësonten se mosafir dhe kja kategoria tjetër videos se vjen që është shumë e rëndësishme se su këna duhet neve kaj herë një njëri përkthysit, se përkthejmë gjuhën shqipën të anglishtin ose anglishtin italishtin, ju vjen një këngë mirë edhe një video të mirë. E na jem të orë të kategoria, Blerim, Best Video. Best Video, Best Video. Pra, fituesi është Apo lexojone? Prit. Jemi të lumtur që nderuam që japim këtë çmim artistit madh, dyve. Lexoje ti. Blero featuring Astrid Staffaj. Summer Love. Falenderit shumë për respektin, falenderit shumë. Asha, check it. Ju falenderit shumë gjithve. Urime gjithve që kanë fitu sonte edhe atyre që s'kan fitu, urime gjithve. Falenderit Zikos për një mbrëmje shumë të madhe që na ka bashku neve gjithve. është një nder për mua, është hera parë që marrë Best Video, po kjo nuk është e mundur normalisht pa kompaninë Asha, kështu që Asha, Albanit, kompanisë, falenderit shumë gjithve. A pëthinë dy fjallë, Alban? I mësova 3 sane, falenderit familjes, falenderit Blerës që ka punu, normal shumë i emocionum, falenderit krejtë. Falenderit. Dua ta përshëndes normalisht grunë time, falenderit që jemi mu sonte. Edhe këtë shmim shkom për grunë time edhe për qiken time që është flajtën të ashtaren, që e dua mas shumë të mbot. Familja ime në ko këtu, prindë e mi
vllau, motra janë Suedi, aty ne përshëndes shumë. Dua ta kam përgjithësi të ceku Astritin që ka punuar me mua, faleminderit atë shumë i mirë, shumë i madh, faleminderit. Çekiçin që kam dorë djathtë bashkë me Astritin. Dua ta falenderoj Krisin dhe Zapin, bashkëpunëtor këtë këngë, Bubulinën për tekstin, synojnë për atë violinë e bukur. Edhe shumë njerëz tjerë, s'kam çfarë pa falendëruar edhe Eurocon që na ka çuar në vend Turqi, në javë ditë pa parë, mi bë klipin. Për Eurocon, gjithë i lutem. Po më duket vitin e kaluar me ka fitu Genta, po. Genta, hajde. Hajde të lutem, hajde s'keni me mua. E më thënë, për Gentën gjithë i lutem. Bleron, për veç se e kam koleg, e kam edhe shumë me këtë mirë, jo që është një këngëtar i mrekullueshëm, po është edhe një njeri, edhe një bab, edhe një burr shumë i shkëlqyer, edhe një shok shumë i mirë, edhe një koleg, që nuk mund të lutem, po e them të vërtetën urime, ta them këtë me zemër, edhe ta gëzosh këtë çmim me gjithë fancat e tu edhe gjithë familjen edhe gjithë neve. Kemi me festu sonte më plaq, urime. Faleminderit shumë. Më ka ndodhur shumë shpesh me shku në për evente të tilla dhe shumë rrallë fitoj, po dyqysh ko ka kënaqësi. Apo në 2 minuta. Ja mirë, si zgati shumë. Kur do me fol Alban, Astrid që keq, hajde, ju tre meritoni. Hajde, që keq. Hajde si e mësu shqip që keq, hajde. Më mësu shqip. Folë më. Ziko, faleminderit për një natë shumë rregullueshme, Blerim Destani, Patrik Nus, faleminderit shumë, Mirije, edhe Naim dogni shumë bukur, jeni shumë mirë, të gjithë ju jeni shumë mirë, faleminderit shumë. Faleminderit Blero. Urime. Edhe njerë urime Bleros, featuring Astrid Stafaj, suksesin e të ardhmen. Faleminderit Patrik Nuo, faleminderit Blerim Destani, faleminderit juve spektatorë dhe telespektatorë të nderuar, e ndjekim së bashku këngën fituese.